Sako, fajl, si i quajnë këta molla? Fajl. Po, fajl, po. Dosje. Dosjet e reja për vrasjet e Kennedy. Për vrasjen e Kennedy, që Trumpi doli prap, ka dalë disa herë, dhe që thot tani... Për dy vlezrit, Kennedy dhe për atë Martin Luther King Jr. Dokumentet deklasifikuara së fundmi të regojnë se CIA dhe FBI-a po monitoronin Lee Harvey Oswald dhe Jack Rubin për para vrasjes prezidentit Kennedy në 1963. Të dy ishin në vëzhgim për lidhje të mundshme me krimin organizuar dhe grupet huaja, por asnjë veprim konkret nuk u mor për t'i ndaluar këta. Sako. Kjo ngret dyshime të reja mbi neglizhencën ose fshenjen e qëllimshme nga agjencitë amerikane të sigurisë. Pyetja Sako është për ty, si ka mundësi që këto dy figura kyçe në vrasjen e Kennedyt, këto që përmendëm më lart, ishin në mbikëqyrje të CIA-s dhe të FBI-t, por nuk u ndaluan kur. Shiko, Kennedy është vrarë nga disa komponentë, dhe nga teoritë e konspiracionit mendohet që janë rreth 120 veta që janë përfshirë në vrasje aty dhe 48 grupacione të ndryshme, shërbime sekrete, mafia, por organizatori i vrasjes së Kennedyt, si thot Jacqueline Kennedy, ishte vetëm një, dhe ky ishte Fedi. Fedi Fedi pra taj se din është federata? Ordruar vrasjen Banka Qendrore. Banka Qendrore Amerikane. Sistemi rezervës federale, që quhet shkurt FED. Kennedy u ekzekutua kryesisht për 3 gjëra, të mëdha, përveç tjerave. E para, i hoqi Fedit pronësim për emision në paras dhe ja kaloi Ministrisë Financave dhe filloi të emetonte paran dhe nxori dekrete që paraja do ishte pronë e shtetit Amerikan, jo e një grupi privatësh që janë ke Fedi. E dyta, bëri në bashkëpunim me Khrushchevin, bëri marrëveshjen për mos lejimin e armatimit bërthamor të shteteve të tjera dhe filloi të ndalonte prodhimin e bombës atomike të Izraelit në Dimona, ku ishte qendra e përgatitjes bombës atomike. Aty madje, para se të vritesh e Kennedy, ka ndodhur një ngjarje tjetër e madhe, një anije që s'po më kujtohet emri tash, anije amerikane e cila kishte ato satelitët që kontrollonte prodhimin e uraniumit mbi bazën e rezatimit që prodhon uraniumin në Dimona. Këta e kanë qelluar me helikopter dhe me nëndece izraelitët për ta asgjësuar dhe ambrar 1000 marinës amerikan dhe njerëzit ende nuk e dinë se çka ka ndodhur. Dhe u kap një nga goditësit me helikopter nga izraelitët, të cilët kishin maskuar helikopterin me ato shenjat ushtarake të Egjiptit, sikur po e godiste Egjipti janë në Mesdhek. Kupton? Dhe presidenti David Ben Gurion dha dorëheqje disa muaj para vrasjes Kennedyt, kur Kennedy i vuri ultimatum që nuk do prodhoni bombë atomike. Dhe David Ben Gurioni ka mbajtur një fjalim dhe ka thënë, mbas kësaj dorëheqje, ka thënë, ky president e ka mallkuar me të gjithë fuqinë e shpirtit, në mënyrë diplomatike, dhe ka thënë që ky president nuk do ta ketë të gjatë. Dhe pjesa tjetër, përveç Fedit dhe Mossadit, do më thënë që ishin veglat e Fedit, përveç Fedit dhe Mossadit, ka qenë i përfshirë Meyer Lansky, ose mafia qifute që quhej Purple Gang në Shtetet e Bashkuara. Kur ka ardhur në pushtet Kennedy, babai i tij, i cili ka qenë ambasador në vitet 38-40 në Angli, Joseph Kennedy, që ishte një kontrabandist i uiskit gjatë kohës së prohibicionit në vitet 20, në kohën kur bëhej lufta e madhe me Al Caponen, ky u përfshi për të bërë kontraband uiski. Mirë po, uiskin e ndaluan do me shteti Amerikan për t'i shërbyer Purple Gang, mafjes qifute që të pasuroheshe, mafja qifute nga kontrabandimi. Dhe nëpërmjet disa familjeve të fuqishme qifute që bënin kontrabandën nga Kanadaja, ta e fusnin në Amerikë. Mirë po, ju doli një
me gjak shqiptari mund të themi, që ishte Al Capone, i cili me grupet... Edhe atë e bërë shqiptar tani Al Capone? Shqiptar, nga Sicilia ishte, nga... Shqiptar ka qenë. Ma, sa ka nga të shmëndet, po si bëtë gjithë shqiptar, po nga shmëndet... O qanë, ti e di që vetëm mund nuk ka skot. Ta që po tu ashtë bërë një emision për këta dhe të ta shpjegoj. Hajde, vari. Al Capone është me origin shqiptar. Fiktoj këta. Qatë të mundë... Po pëse vetëm ky, mo? Po tani të gjithë, mo, sa ko? Ore, unë s'kam thënë për ndonjë tjetër, kam thënë... Po që është ky vënd më që kanë zjerë gjitha personazhe të mëdhenj dhe është vëndi më lum i botës, a mund të ma thuash dot? Se unë prandaj reagoj kështu. Tashi, raca shqiptare... Hajde, po t'ishim në një vënd që të mbureshim. Më dëgjota. Po kanë zjerë gjitha figurat të mëdhasi, edhe jemi një lum. Nga ta thash, nuk ishte shqiptar. Po ema se më vjen, e shikoj mizerien time. Kur ti thua shten shqiptar, unë shoh mizerien, prandaj bëjmë çfarë. Po Al Capone nuk çdo që mund të mburesh më. Po prap ka qenë personazh i madh shumë. Po mirë, personazh brillant, pjesës mafioze lere. Tashi, shiko. Më fal, ka ndihmuar luftën e dytë botërore. Shiko, vetëm gjaku i shqiptarit nuk nënshtroi. Ka ndihmuar kundër Hitlerit luftën e dytë botërore, ti e di shumë mirë. Po dakord. Gjeni i llojit vet. Gjeni i llojit vet. Po. Dhe kur thon shqiptar, më dëgjoj se nuk është. E pra ishte parantezë, e di, e humba, më fal, vazhdo. Kennedy tashi. Po. U mor me kontrabandën e whiskit. Ishte një kohësisht dhëndri i një personaliteti politik si që ishte Fitzgerald, familja Fitzgerald në Boston. Dhe kishte marrë Rozan Mosgaboje, kishte shoqja, mamaja Gjonit, dhe kishte mbrojtjen e këti senatori dhe ish senjorit... Kujdes, mos haro pse i tregon gjitha këto, në funksion të këtij titulli në funksion të kësaj. Dhe kur... Ose ike bëre shumë paranteza. Nuk ika, vetëm unë nuk ik. Joseph Kennedy... yri në luft në konflikt me mafjen qifute, për shkak të asaj konkurencës për uiskin. Dhe këta javon koqet në big dhe ajo ishte drejt eliminimit nga Majerlanski. Dhe ky tashi shkoj në një familje mafioze italiane, e cila punonte me mafjen qifute, dhe i ra në gjunjë dhe tha, ju kërkoj falje dhe do të rishem nga kjo punë. Tashi, si u bë familja Kennedy e fuqishme, do themja dy gjëra që njerëzit t'i din. Gjatë fushatës në vitet 32-33 të këti presidentit, ky që erdhi që gjatë luftës dytë botërore, se s'po më kujtoj tashi presidenti Amerikan, gjatë luftës që ishte deri në luftën e dytë botërore, që ka mbajtur 3 mandate i vetmi, Delano Roosevelti, Franklin Delano Roosevelti, kur kërkonte një njeri të fuqishëm në zonën e New Yorkut, një këshilltar i tij i propozovi Joseph Kennedyn me influencë të madhe keqarqet katolike, italiane dhe irlandeze. Dhe ky e ndihmovi dhe i tha, po unë tha, çfarë përfitimi do kem nga presidenti kur të zgjidhet? I tha, çfarë do ti? Unë dua ambasadori, tha. Dhe ky i thot, ky do na ndihmoj, do na jap afërsisht kaq vota te katolikët, por ky do që të bëhet ambasador. Dhe ky e dinte që ky ishte irlandez dhe mendoi për në Irlandë. Edhe i tha, dakord, i tha, do ta bëjmë ambasadorit, thuaj. Dhe pas ju zgjodh, kaluan disa vite, 5-6 vjet, dhe ky i shkovi. I tha, ore, më keni dhënë llafin për ambasadorit, tha, ja sa të vi koha që të ndrohen ambasadorët, dhe në vitin 37 e thresin këtë në shpinë e bardhë, e çon ky miku i vet, garanti. Edhe vetë ky po Joseph Kennedy ka pasur këmbët shumë të shtrembra, po ka qenë feminist i madh. Ka pasur shumë të dashur. Dhe shkon në atje, dhe ky me karrocë, se ka qenë i paralizuar ky presidenti. Edhe i thotë, kemi pranuar, thotë, të çojmë ambasador në Irlandë. I thotë, ky s'kam kërkuar Irlandën, i thotë. Po kë ke kërkuar, i thotë ai? Anglinë, i thotë ky. I thotë ai, iqi pantallonat, i thotë. Pyeta. E ishin 4-5 veta atje. Do t'iqi pantallonat, ky s'po e kuptonte. Tha, çfarë? Iqi pantallonat, uli poshtit. Pse i tha? Uli poshti, tha. Po ma i tha, e ti ullu, se që gang të therë Kennedy. Josefi, babaj Gjonit, e uli. E tha, ti me ato kembët do veç, tha, se këta kur vinin me fustan që paraqisnin kredencialet ke familja mbretërore. E tha, ti me ato kembët, tha, do veç, tha, të na turpërosh ne, të thonë zgjetën një ambasador me kemb të drejta. Edhe përgjigja që i dha ky çani, e tha, dëgjoj, tha, këto kembët, tha, kam mbështjellë, tha, ai shal grash, tha, sa nuk ka pasur, tha, prapanica femrash nuk i ka parë shtëpi e bardhit. Kupton se janë historira shumë të bukura. Dhe
Po këta janë perla. Perla. Tash kur do bëheshe ky president, ishte senator, nga viti 53, kishte qenë kongresmen John Kennedy, edhe ky shkon prap kjo familja italiane, s'po më kujtohet emri, janë të dëgjuar ata, mafioz. Nuk ka rëndësi. Edhe i vete i thot, dua mbështetjen, thot, se do kandidoj djali për president, dua mbështetjen e Marlanskit, i thot, të mafjes. E i thot ky, i thot, unë do jem syri dhe veshit tuaj, i thot, në shpinë e bardhë. Prandaj, thot, ti e di, thot, që unë jam buri besës, më ndihmoj, thot, të vë djalin president. Edhe ky takon Marlanskin dhe i thot, kështu, thot, ta ndihmojmë, thot. Edhe e ndihmoj mafja, pa fund. Mirë, po, tërë avenirin e këtyre e prishi Bob Kennedy, baba i këtij ministrit të shëndetësisë, Bob Kennedy juniorit. Ky u vu prokuror i përgjithshëm, dhe ky filloi shumë i egër me mafjen dhe i goditi, madje dhe Marlanskin e arrestovi. Dhe këto komponent, prandaj ti tregova këto histori, këto tre komponent, mafja, po kryesorja që organizoi vrasjen Çani, ishte shërbimi sekret inteligent më i fuqishëm në botë. Kush këtë ditë ishte shërbimi sekret më inteligent në botë? Do më thuash CIA, apo Mossadi, apo MI6. Kush është? Jo, është Permindeksi. Permindex? Permindex. Është shërbimi sekret i Rothschildëve. Dhe gjithë vrasjen e ka drejtuar Permindeksi. Ti thua e kam vrarë Rothschildët të? Po kjo është akuzet meshme, të sako. Kush të letë marrë paranë o Çanë në zotërim, jo mori paranë ke Fedi. Dhe pastaj... Për ata arsye, thua ti, që është e vetë një arsye në fakt. Po pra. Dhe ajo që e ka qelluar quhet James Clau. Ai ka qelluar dhe këtë presidentin francez. Kjo është arsyeja, thua ti, po mi si ka mund që këta CIA dhe FBI... Tash pra, në disa arsyeja, bomba atomike që si lejonte Izrael. Pse këta ishin në përgjim nga CIA dhe nga FBI dhe ata nuk vepruan. Ata punonin me CIA dhe me FBI, po di si e ka emrin Jack Ruby, si e ka emrin? E ka Jack Rubinstein, nuk e ka Ruby. Ruby shkurt. E qiputoj. Atë e ka Rubinstein t'i gjatë. Po Rubinstein e ka burë. Ta shiko, është një lojë madhe, këta e gënjuen këtë Leo Osvaldin, i thanë, dëgjoj, kur të kaloja, i thanë se kishte dështuar në gjiri derave kë. Edhe nuk pranon të... Ku kështë dështuar? është lufta e gjiri derave. Në gjiri derave. Kundër Kubës, dështuan. Amerika dhe Kennedy nuk pranon të ndëryn të me. Dhe këta tash i thonë Leo Osvaldit, ishte... Iqeshe se kishe tuar në Rusia një 3 vjetë, kishin nuse nga Bielorusia, kishe lindur një fëmijë atje dhe kishe lindur dhe një fëmijë në Dallas, dhe ishte operativ i CIA-s, kishe punuar në marinën e Shtetet Bashkuara, po ishte tip vagabondi, ishte 24-25 vjetë kur ndohë kjo ngjarje, dhe kishte eksperiencë të madhe në këto qarqet e shërbime sekrete, dhe këta e morën një dyër në intervista, dhe këtë dilte theshte që i qeshe si antikubanesi math, dhe theshte pse nuk Shtetet Bashkuara, pse nuk marrin pjesë në luftë, ky presidenti është i dobët, duhet vinë republikanët e kështu, edhe pasaj, pasi doli në shumë media ky të dorës së dytë, ja mbajtën emisionet ata, dhe i thanë, tashit Jack i thanë, ti do qëllosh në ajër një 2-3 herë, tha, dhe ne do të marrim dhe do të qojmë në Kubë ke Fidel Castro. Dhe ti do rish atje, derisa ne t'ja tregojmë presidentit dhe do të vëmë ty si tentativë për vrasje. Dhe ky i shkreti me këto mendje që loj një 2-3 herë në ajër. Sa lëshoj një 3 fishet. Në ajër? Në ajër. Dhe ndërkohë në momentin që ajo i qëllon, ajo i thonë, kur të kaloj këtu i thonë, në këtë kohë e kanë qëlluar kryq nga të dy anët. Tani do ta fusje video prapë. Nga të dy anët edhe këta thonë në atë Warren, që është ajo komisioni Warren i komanduar nga masoni Lyndon Johnson, zvens presidenti që mori detyrën mbas Kennedit, edhe Lyndon Johnson është edhe FBI, është Edgar Hooveri. Edgar Hooveri dridheshe nga Bob Kennedy, se Bob Kennedy... Edgar Hoover është ky shefi FBI. Dhe kur i ka rënë telefonit një 2 javë mbas vdekjes së Kennedit, pije ky Bob Kennedy, Edgar Hooveri, dhe ngre telefonin ky, i thot, alo, i thot, kush je, i thot. I thot, ky jam Bobi, fuck you, i thot, dhe ja pyll telefon. Sharpën ka boj, sa shdi që otë sako. Edhe, e disi ka vdekur shefi FBI-t me jetë gjati në botë ky Edgar Hooveri. Ka qenë 74 vjeç, ka qenë homoseksual, dhe e kanë mbytur me Aztek blat, vetët.
Se e zgjati shumë dhe dinte aq shumë sekrete për të gjithë, sa ishte i rrezikshëm dhe për miq dhe për armiqt. E mbytën me E mbytën me Aztek. A ishte në pension ai? A? Apo nuk ishte në pension aty? Jo, ishte në detyrë, ishte 72-73 vjet më duket kur e mbytën. Shita. Amerika ka shumë gjëra vlla. Amerika Interesant shumë. nuk e merr vesh nga të vjen goditja. Është më interesant shumë. O Zako, se njerëzit u fiksuan te ajo që teti Al Capone me origjinë shqiptare kështu. Po. Edhe më thot, mos ka pas gjë lidhje gjaku me Jussi Kapon ky? Jam batuta këto kot. Dëgjoj, më thon tani thuaj Cakos që dhe Putini ka dalë kosovar thot. Është lajmi fundit që nga ADN-ja që kanë bërë tash, kanë parë disa shkrime, nuk e Bildi. Po. Që thot hakera zbulojnë ADN-n e Putinit thot, i përket linjës atërore EV-13 e cila gjendet më së shumti në Kosovë. Qarkullon shumë kjo në këto, nuk e di sa. I beson këto? Shiko. Nuk është për të hapur emision nga e para. Në Rusi, shiko, në Rusi... Diktatorës është ky. Vënd që pjell diktatorë është në fakt. Shiko, në Rusi raca me vjetër janë skithët. Skithët janë... Skithët. Skithët janë... Napoleoni, kur dogjën Moskën, dogjën në majtë Moskës dhe tha, më tretë natës, kur e pa që e këshin djegur, tha, kjo nuk është vepër e mongolve rusë, tha. Ase vikingve, tha. Kjo është vepër e skithëve. Skithët, tha, janë si akrepi, tha. Që kur e shikojnë keq, fillojnë mbytin veten e tyre. Më kupton? Pra, skithët janë të ngjashëm me dorët dhe me jonët, nga rjedhin ata që quhen pellazg. Dorë dhe jonë janë pellazg, po dhe skithët janë pellazg. Pra, çfarë janë këta? Këta janë racat para përmbytjes së madhe, që kanë mbetur një pjesë e madhe, kanë mbetur gjallë. Dhe kjo mund të shpjegojë afërsinë e tij në këto haplogrupet e gjakut, me nëse janë të vërteta, se nuk e di sa të vërteta janë. Jo, këto duhet marrë gjitha me rezerve, kupton se. O Zako, dëgjoj, para se të ikim, shumë njerëz, mua merr një përgjigje, nuk e di se saktë është ta... Kapelen do më pyes. Për kapelen, po. Merr një përgjigje, Ku bë fiksim që kur hyrë. Po, më bë fiksim dhe merr një përgjigje me sa duket... Ja, merr një përgjigje që më duket serioz, tani do të pyes njërë ty, apo ta them njërë që më ka... Po, ama mos ka që... Thonë, nga që unë i thash, por e mund të heqësh titullin tani, vrasja e Kennedy Cako zbulon sekretet, po. Dhe nga që thash në fillim të emisionit, do të pyes, çfarë kapele është kjo që ke vënë sonte, dhe ç'është ajo shenja, ç'është kjo logo këtu, ç'është kjo logo që ke aty sipër, kape që Ledio Cakon, qëse mund ta ulësh pa kokën Cako, kështu ta kapi Ledio, po. Duke si gjysmë gërshëre, në fakt. Më vjen një mesazh dhe më thot. Është anglisht dhe që nuk di se si lexohet anglisht, se shkruhet MOOC Knukles. Po, marka. Marka. Po. Quhet firma, thot, është firmë luksi, po. Një për xhupa, thot, që janë rreth 2000 euro, është nivel me Monclerin apo me Canada Goose-in, thot, është tepër luks. Po. Është e vërtet? Kjo kapele bën rreth $250 ose. Kush ta ka farur? Jo se ti të blen vetë, se ti ai mund të ta blesh. Kjo tashi këta ma ka dhënë një miku im që punon në NATO. Në NATO? Shumë mika. Punon akoma atje? Po, akoma. Po qa është, ushtarak apo civil? Shqiptar është. Jo, ushtarak apo civil? Një nga djemë të rrugës e Elbasanit. Po. Mos e thua ashtu, se duke desë është nga ta të fortët e dikurshëm. Po. E rrugës e Elbasanit. Se rrugë e Elbasanit e diti, qumat e rrugës e Elbasanit. Shkathët ka qenë. Edhe punon në NATO? Po. Në fakt fiksa ish vëndi? Po, Cako edhe? Dhe unë mendoj që këto gërsharet janë kabala, pa të pjesën që pretë që ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kabala ka mbetur pata të shi. Pata. Se kjo është tua? Nese, kjo është për qërë, sepse kjo do jetë stema logo e kësaj, pra. E firmës. Po, pra. Po, unë besha kabi, unë morë që ta them që. A te ka falur a i? Ky shoku im, ma dha... Nuk ka ndonjë simbolik të veçantë. Është me mbiemër Pagria dhe është me origjinë nga Çyprilint. Që janë Çyprilint? E Turqisë. Janë një familje, një dinasti qeverisë që kanë origjinën nga zona e Beratit. Okej. Kanë qenë kryeministër në kohën që është bërë rrethimi i Vienës dhe për pak Viena ranë dorë të Osmanëve. E qartë. Ky është një pasardhës e atyre dhe një kryegjyshi botëror që është baba Kamber Prishta. Par Bektashi ky? Bektashi. Okej. Është shoku im. Falenderoj shumë. Dhe ky më ka treguar se si mblidheshin me 10 shqiptar në Bruksel
dhe shikonin dhe më ndishnin mua kur flisnja në kohën e pandemisë që njerëzit të mos vaksinoheshin dhe shumica e tyre më falenderojnë gjithmonë që ju ka ma përsyt, ashtu si që ka dhe shumë tuaj. Me dhjetrat tuaj më kanë takuar dhe më kanë ndjekur me Z Translate dhe më falenderojnë që madje njeri për tyre tashi më ka premtuar që do të sjell një makinë sepse na ke shpëtuar jetën mua dhe familjes time. Vërtet? Kanë qenë miq me një dy shqiptarë të cilët i kanë sugjeruar që të më ndihnin mua në emisionet gjatë kohës që ata kishin humbur busullën në vitet 20. Po ta solli makinën? Ta solli? Këto ditë e kam takuar dhe ma ka premtuar. Po ta solli makinën? Do jetë një dhuratë e bukur. Do ta sjell këtu dhe do ta tregoj. Do t'i bëj reklam, po. Reklam si bëjmë do? Bashkë me domethënë shqiptarë që kanë jetuar. Si bëjmë do të reklam makinën? Makinës nuk i bëjmë do reklam. Si? Makinës nuk i bëjmë do reklam. Makinës nuk i bëjmë, marrim nga anashne, nga mbrapa. Ka do sillesh njeriu këtu? Do sillesh njeriu? Që më të asjell tu? Po duash, po të pranoj. Në studio? Edhe atë të asjell. Për të kuptuar efektin pra. Pse e ke ndihmuar ti? Ja ke hap syt që ai i bëri vaksinat jo? Jo, gjithë familja e tij jo. Okej. Zonja Zotrinj, ky ishte dhe emisioni për sonte, ora është 23:24 minuta, kemi ndëj për qefin tonë pak më vonë se sa që kemi zakonisht zyrtarisht orarin. E falenderoj shumë Alfred Sakon, që mund ta gjeni në të shtëpia botuese Elga Sikres për të lexuar librat që ai botoni dhe për këtë në Shqip, Podcasti Okult dhe gazeta okult.org. Podcasti Okult, e thash sot, e thash dyja, nuk harrova. Po. Dhe gazeta gjithashtu, okult.org. Po. Faleminderit Sakon. Faleminderit ju veçan. Unë po e lë këtu, po para polet jo, e di, nuk harroj. Para se të ta mbyllim, unë dua thjesht ju them, atë që ju them zakonisht çdo emision dhe do vazhdoj ta bëj aq sa të kem mundësi. Në fakt, por të gjithë ju, ka një kategori shumë të madhe njerëzish, që nuk që e ka vendosur të ikin nga ky vend sepse e shohin që nuk funksionon. Dhe jo, Cako, kështu mos më ndërry se është pjesa editoriale tim kjo. Nuk ka lidhje me ty fare. Që edhe thonë me vete, po ç'të bëjmë ku të ikim? Pra e ka vendosur të ikin, i kanë mbyll gjërat, e kanë vendosur me familjen, me gruan e vet, me burrin, me kalamajt, me të gjitha, po thonë nuk po ndaj dot mendje, janë në dilemë. Të vemi në Francë, në Gjermani, ku i kemi njerëzit tanë? Në Itali, në Greqi, ku të ikim? Të ikim në ndoshta në Irlandë, ka shumë shqiptar gjithandej, ka. Po bën politikën e Ramsit tu. Fare. Unë ju them, bëni miq që vendos të ikni nga ky vend llumi. Se ky është vend shumë i bukur, gjeografikisht, si natyrë të gjitha, po janë njerëzit që drejtojnë, që e kanë bërë llum. Kujdes, më kuptohemi, nuk e shaj kur vendin tim. E dua shumë. Por jam i zhgënjur nga njerëzit që po e bëjnë pis nga të gjitha anët, po e shëmtojnë nga të gjitha anët. Dhe prandaj kjo është thirrja ime sinqert për ju. Dhe me që dal këtu dhe kam privilegjin që të jem 3 herë në javë në ekran në YouTube, më keni gjithkohën kështu, pse jo mos kryej edhe unë një mision utilitar? Pse jo? Të japim. To give. Duhet të japim nga ndonjëherë. Jo vetëm to get, jo vetëm të marrim, po duhet të japim. Dhe unë jap. E kuptoni, po jap falas. Po çfarë ju jap? Jap një ide. Një ide kushton më shumë se sa gjithçka tjetër. S'ke nevojë të keni ka shumë dilema vendin ku do shkoni të jetoni dhe pse do të ikni dhe edhe ku tamam të instaloheni. E keni shumë afër. Dhe sonte kemi edhe një provë serioze. E keni Kosovën. Shkoni në Kosovë, është një vend normal, do jetojnë normalisht dhe do vdisni normalisht. Aty ka vareza normale. Nuk ka llumë si këtu, t'ju hanë sorat në sharë. Ja prova, pse unë them që Kosova është vend normal, është një nga provat e vogla, që më dore rastisht të javë. Shikoni, bashkë takohemi nesër. Kosova është renditur si shteti më i lumtur në rajon, duke lënë pas dhe Shqipërinë, një kontrast